ardhmja politike e Erion Veliet. Me që? Kisën e frega për Erion Velin. Si? Kujti plasi për Erion Velin? Partia Socialiste nuk funksionon me individ. Partia Socialiste ka një ram dhe pastaj ka një 2-5 që i zvendos si kuklok në gjdo kohë, në gjdo vënd, dhe ata marrin një mision të kryen një detyrë, bëjnë detyrën, e kryen detyrën i mbaj rama. Se kryen detyrën, fillon i heq rama. Dhe ajo që do të lexohet tek Erion Velia është, a e ka kryer në kaq kohë detyrën si kryetar bashkie, kjo ka për të mbetë Erion Velia. Pjesa tjetër, nuk ka Nesi Andoni. Nesi Andoni është prodhim i të gjithë atij grupimi të cilët ndërtuan gjithë të skem për të ngritur një vepër penale për Erion Velin. Është shumë e rëndësishme, thash që në fillim, për ta theksuar dhe për ta fiksuar. Në qoftë se nuk do ishim bërë fare këto regjistrimet që po diskutojmë, do të mbajnë në burg Erion Velia apo jo. Dhe për mua kjo ka më tepër rëndësi, jo kjo pjesa pasaj që u bën këto shtesat, të cilat argumentuan që ky është njeriu më i rrezikshëm në Shqipëri që na shkatërroi çdo gjë. Se kjo është logjika e këtyre provave të reja. Po për mua nuk ka rëndësi kjo. Unë të kemi një Erion Velia i cili pas ka gjithë të potencial nga burgu, të bëj puç drejtësisë, unë them prisë që ka i fuqishëm ky, nuk është ky. Aq më tepër në kushte burgu. Prandaj të ngrem provat e reja, ato që decizuan vendimarrjen e gjykatës, për mua është heroizimi i Erion Velis. Për mua problemi është ky person e ka kryer apo jo veprën penale për të cilën ne të gjithë si qytetarë sot, ne të gjithë si qytetarë jemi të interesuar dhe duhet të informohemi saktësisht e ka kryer apo se ka kryer. Për mua më intereson, është vjedhës apo s'është vjedhës. Për këtë vepër penale.